Përmendja apo sulmi i Sali Berishës ndaj kryebashkiakut të Shkodrës në mitingun që më 19 mars në Pallatin e Sportit të Shkodrës mund të quhen normale. Pasi ishte hapja e fushatës, kur është rasti për të karikuar bazën dhe për t'i dhënë një impuls debatit polemike për të qenë në një farë mënyre në vëmendje. Ndërkaq rihapja e këtij argumenti në rastin e omazhit për të nderuar dëshmorët e 2 prillit 1991 është më së paku çuditje normalisht një absurditet politik. Nëse shikohet kronika e dhënë nga televizionet si qendrore dhe lokale të vizitës së Berishës në Shkodër më 2 prill, vihet re se ai flet vetëm kundër Benet Becit, e jo për rastin që kishte shkuar, ku në një farë mënyre duhej që të tregonte respekt për viktimat dhe familjarët e tyre. Por edhe pse provokoi, sërish nuk pati asnjë efekt në qytet dhe kryebashkiaku Benet Beci është përgjigjur me spond. Në fakt arsyeja e provokimit Berishës është më shumë një siklet taktik sesa një zhvillim në debatin politik të Shkodrës. Është një siklet taktik pasi në sheshin pranë përmendores së 2 prillit nuk ishin më shumë se 50 vet, çka përbën një zhvillim alla OJF. Një zhvillim që është kthyer në rutinë edhe për PD-n si dhe vet Berishën, i cili si drejtues liste ka dërguar Luciano Boçin, i cili nuk ka lidhje as me qytetin as me qarkun, ndërkohë që mitingun e 19 marsit e zgjodhi si një pit stop për të mbërritur në Podgoricë, ku u zhvillua samiti i Partive Popullore Europiane, që është një rast shumë i rëndësishëm për doktorin që të largojë sadopak izolimin ndërkombëtar që i kanë shkaktuar non-gratat e SBA-ve dhe Britanisë së Madhe. Panorama e Shkodrës sot është një realitet i frikshëm për partinë që e ka mbajtur pushtetin atje për 34 vjet, pasi është kthyer në një superkantier gjigant, si dhe një gjallëri ekonomike si pasojë e fluksit të rritur të vizitorëve në çdo muaj. Në këtë panoramë, çdo qendrim politik do të ishte bezdisës për njerëzit, të cilët duket e kanë harruar kapitullin e tifozllëkut të vjetër. Edhe dalja e Benet Becit për t'u përgjigjur Berishës nuk ishte një replik klasike, ishte një shkas për të qenë prezent në PR-in e punëve publike në Shkodër, e cila ka për të qenë apo është një nga qarqet më interesante të zgjedhjeve të 11 majit. Kjo jo vetëm si shkak i votës së diasporës, e cila është regjistruar jo pak për të cilë votën me post, por edhe nga një konkurrencë e rëndësishme politike. Majtas ka një garë reale mes Partisë Socialiste dhe Partisë Socialdemokrate të Tomdoshit, kryesisht në zonën e nën Shkodrës, Vaut, Dejës, Pukos dhe Fusharzit. Ndërkaq djathtas, edhe pse nuk shikohet mirë në sondazhet, që bëhen kryesisht kombëtare e jo në një nivel territorial lokal, ka një garë të fortë ndërmjet PD-s së Sali Berishës dhe grupit të Lulzim Bashës, i cili të paktën sa i përket listave ka personazhe shumë më konkurrues se sa PD e Berishës, e cila sipas të gjitha gjasave po shikon një surprizë shumë të hidhur në Shkodër, ndoshta më e hidhur se ajo e 14 majit 2023.